ka bërë Drop Site News. Përfshirja e Kosovës në këtë iniciativë nuk është e rastësishme. Ajo bazohet në një narrativ të kujdesshme që administrata Trump po ndërton për një justifikim ndërhyrje në Gaza dhe Gjetiu. Në diskursin e Bordit të Paqes, Kosova përmendet shpesh si shembull parsor se si ndërhyrja ushtarake udhëhequr nga SBA-ja e pasuar nga një administratë ndërkombëtare mund të prodhojë paqe dhe demokraci. Megjithatë, një analizë krahasuese bazuar në dokumentet e Drop Site News tregon dallime thelbësore dhe rreziqe në këtë paralelizëm. Gjitha këto do t'i diskutojmë sot në studion e emisionit të mëngjesit së bashku me gazetari Vullnet Krasniqi. Mirëmëngjes. Mirë Vullnet. Faleminderit. Pashtu kemi dhe njohësin e zhvillimeve në Shtetet e Bashkuara Bardh Zherka. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Gunxhe, mirë se u gjeta. Atëherë besoj Vullnet kjo është ekskluzivja që paralajmërove gjatë ditës së djeshme, nuk është me sa e diun, nuk është diskutuar ende, thjesht po diskutuar. Ka nisë diskutime, mu ka po përshtypje shumë Gunxhe që kë hulumtimi i Drop Site News, se përvat për disa gazetarëve që unë i vlerësoj dhe dokumentet që kanë shumë për mendimin tem, ja vlen shumë të diskutuar dhe na besoj që kena me kanë pjesë të këtij debati që ka më ardhur që është të ardhën e SHA, se kjo ka më zhvendosur në Kosovë. Tash problemi se pyetja e parë që unë kam shtuar si gazetar është pse e naftuna atë. Domethënë se ti je shtet i vogël, ke gjithashtu një problem me SBA-n, ke ndërpres dialogun strategjik. Domethënë cila është ideja e Kosovës aty për shkak që edhe Vjosa Osmani thotë që na nuk kena me pagu 3 vjet e ashme, sikurse detyrohen me pagu vendet e tjera nëse do në antarësi. Pra, vendet e tjera do të paguajnë 1 miliard. 1 miliard, ndërsa Kosova jo. Për 3 vitet e ashme, pas 3 vitet nuk e dina ç'është. Po problemi tash është ideja. Si gazetar është pse ku është interesi i Kosovës ose ku është interesi i Amerikës me shti Kosovën në një bërë të paqes ku as nuk ka pare, as nuk ka fuqi politike, as nuk ka. Edhe dokumentet që janë leak prej këtij sajti tregojnë që Kosova aty ka një rol që më thonë si dëshmi e një suksesi amerikan ose ndërhyrjet amerikane që drejtohet për Amerikës. Se aty që është problemi i këtij bordit. Se Donald Trump është shefi, njeri kryesor, lideri kryesor, ka veto, nuk derisa thash ky gjallë, ky është drejtuesi i atij bordit. Tashti ka disa dallime Gunxhe, shumë të mëdha. Kanë si të paqartë në fakt këtë bordit për paqe të gjitha apo jo? Janë paqartësit, nuk po dihet pse. Shtetet e BE-s, të kryesore Gjermania, Franca dhe shtetet skandinave, Suedia, Norvegjia dhe Finlanda, arsyeja pse këta dojnë nuk shkojnë në këtë bord është për 2 arsye. Mas pari jemi nën Kombet e Bashkuara me OKB-n edhe jemi nën BE-n. Edhe kryesorja është që kryetari aty nuk është sikur në OKB ose në BE që zgjidhet është një proces i brendshëm që zgjidhen drejtuesit, po është vetë Donald Trumpi. Donald Trumpi vendos çfarë më bën me parë, Donald Trumpi vendos kur me hek një shtet, Donald Trumpi vendos kur me shtin një shtet. Në shkretë Donald Trumpi. Edhe që kanë pa njerëz pak më befasuese ka qenë edhe përfshirja e shteteve të ndryshme që kanë ideologji krejt të kundërta njëra me tjetrën. Në fakt, kur të shë nuk jenë qashtë të ndryshme, Gunxhe. Na me Rusi nuk bia kemi diçka të përbashkët. Sa dhe më thonë, kryesisht janë shtete me prirje autokrate, edhe kjo ka ndodhur bashkë për faktin se shtetet që për me janë ftu, edhe ju ka bo ftesa të parve, ato normalisht kanë refuzuar me marrë pjesë në këtë bord. Që bordi i paqes amerikan, unë mendoj që është një sfidë radhës për Evropën edhe për shtetet aleate amerikane. Të unis për kësaj se kush bën pjesë në këtë bord të paqes, edhe të unis për qysh ky bord ka me omenagju. Që është edhe Vullneti, do me thonë, ato 1 miliard që janë hypi shteteve të ndryshme, ato kanë me omenagju për njerëzve kryesisht afërt me Trump. Steve Witkoff, vetë Trumpit, Jared Kushner. Do me thonë, mundësia aty për një kështu skemë korruptive është e jashtëzakonshme. Edhe të e pas parasysh edhe ku fokusohet ky bordi i paqes, e që është do me thonë Pra, më ta qëmë një model të ri të biznesit në një farë mënyre i kamufluar me politik? Do me thonë, në krye të këtij bordit janë kryesisht njerëz të real estate. Edhe këta shohin, ideja atyne edhe për gazën është
përmes prizmit të tënë të real estate-it. Dhe më thonë, këta mendojnë që një vend, dhe më thonë që është i shkatrun prej luftës, mënyra ma e mirë se qysh mundët qaj vend me urin gjallë, është me ndërtu do hotele edhe ndërtesa të bukura. Dhe më thonë që kjo e problemi kryesor i Gazës, si mas logjikës e Trump edhe njerëzve që i ka për rap. Normalisht kjo është me i kapi që ja bojnë kësaj pune për shkak se e vërteta qëndrën diku tjetër, e vërteta qëndrën... është i maskuar me këtë gjuhën diplomatike, ky bordi i paqes? Kjo në fakt nëse e sheh dhe nëse e këshyr edhe fjalimin e Jared Kushner të ka prezentuar master planin për Gazën, të e sheh që aty nuk ka të bëjë me gjeopolitikas, me politikas, nuk flitet për shtet, as për sovranitet, as kur gjë, flitet për çish më marru do hotele tepër të mira, çish atë njerëz kanë hin punë ndërtimtari. Po tash problemi aty... Çka i duhet Kosova? Çka i duhet Kosova? E tash nëse bën më çu çtone, se janë bërë disa... Na, kërë na bo shtet, edhe kërë na ka formu rezultat në 4, u kanë unmiku, u formu. Këtu ka mu formu një tjetër form, një tjetër unmik, po që nuk i je përgjësi, o këbës po i je përgjësi veç Trumpit. Dhe më thonë, tash të është rreziku, tash e tjetra është, këtu thëtë të na u ka veç qeverisje, gjithë shka që u bo deri që tash, u bo për na me marë shtetin dorë. Te Gaza, nuk është nuk ka shtet të palestinezve, nuk ka sovranitet të palestinezve, është një farë rivjere që palestinezve atë mund me jetu. Tash që të është vjen edhe problemi i jonë maj madhe. Çka nëse na kena NATO-n këtu? Trumpi po të me qu atje një forcë stabilizimit që nuk e dihet as çka është as kur gjë. Ideja është çka nëse neve na kërkohet me qu ushtri atje. Ushtarë të FSK-s. Edhe çka nëse që ky bordi i Trumpit atje shkel drejtat e njeriut. Çka nëse na ushtarët e FSK-s kanë me shku nëse jam i raton Kurti Osmanit, se që do është edhe problemi këna me folë qëta është, çka nëse FSK-ja jonë përfshit në një aksion ushtarak që o konë njëjtje me Izraelin në Gaza. Që i bije një shtet, një ushtri që o formu prej një lufte, prej një genocidi, me shku mu bo pjesë. E një genocidi? Që po flitet që kjo përmenimit e më shmas shqetsusja kej që të. Pra ti po shqetsosh që ushtarët Po se ti pares për jepë i gongje, 1 miliard euro nuk për jepë. Do të na kushtoj kjo? Ekspertat i Kosova nuk është në i farveni shumë që kena eksperta. Pse jena në atë? Ose jena me legitimu veprimin e Trumpit, që i vjen që Kosova, shteti që e ka bo Amerika, është këto për që të pache që është në Gaza, për na nuk i dina shfar pache për i me është në Gaza, e kena po shfar pache ka bo Izraeli në Gaza. Dhe më thunë, për mendimin tem të shëto na kena me orë në një pikë ku që to besaj dhe është heshtja e Kurtit. Ka shri këti vendimi. Qysh po mendon, Kurti nuk do ta pranoj këtë vendim? Pa ta është të qëre, presidentja nëse merë vendimi që ushtarët e FSK-s mi bo pjesët i misioni, do të me dërgu letër qeverisë, qeveria do të me dërgu në kuvend. Kuvendi Albini, Kurti, 40% gati të votave, nuk jam miratan. E sigur që nuk e miratan Kurti? Po ta është, une me sa përsho heshtje, nuk përsho që është një fargati shmëri e Kurtit, me bashkëmënu me Osmanin qëto. Ideja ta është edhe të tjetra, mu bo një përshtype një fjali e Kushner që tha. Tha, 70% e njerëzve në Gaza kanë jetu me ndihma. Ka përfundu koha e ndihmave. Gongje, 60% e GDP-së të na është gjithashtu ndihma. Çka nëse një verzion që BA-ja vendos me ndërprej ndihmat, BE-ja për shkak që na kena hinë që të bërtë, mundet më prish me neve i ndërprej ndihmat. Shpoja veç ka ndërprej ndihma. Po dhe unë nuk e di që kena planifiku që të farë situate, se kjo bërtë nuk përdo që është veç një bërtë. Për kontrazione mendoj që Trump dhe i diku ka rrit me bo atë që danë. Edhe me thonë me mbledh një shumë të konsiderueshme të hollave, cilat ka me menagju vetë. Qërë duhet më pas parasysh që logjika e Trumpit është komplet transakcionale. Dhe me thonë krejt që ka e bën me idenë nuk henë në asni rrethan diku ku nuk ka përfitime personali për ta. Dhe me thonë a kemi rastën edhe me Katarin ku ka marrë një aeroplan privat diku 400 milion, edhe ato ja ka vendosi donacion kundrej ti, kundrej librarisë Trump, që e ka se cili president Amerikan. Në pyetjen se çka i duhet Kosova bordit të paqes, unë mendoj që është kryesisht
Masi që fuqitë e mëdha kanë refuzu me hinë këtë bërd, aty krejt që ka mbet është me ftu kush të mundet me hi. Nuk e lu një rrëth se tu bazu të ky dokument i Drop Site News, nuk e thot që bashkimi veç me mbush një vend. Po dhe? Adin qysh, unë e besoj që nuk ka logjik të mirëfillt mas politikave edhe mas ideve që i shtyn administrata Trump në asnjë moment. Do me thonë, ky bërd nuk u bo për me zgjatë. Ky bërd u bo si diçka kështu që te i kalohet me krizën e radhës që ka me ardhë e që mundet me qenë Kanada, aneksimi i një pjesët e Kanadës, Grenlanda përsëri, tarifat që kanë me ju vendosë shteteve e kështu me radhë. Dhe me thonë, unë besoj që borde e mrin kulmen në momentin që Trump përmbushët me idenë që ka kriju diçka edhe për atyjet është u pagu. Qysh po thot edhe vullneti me bo qka dëm vetë, sepse BE dhe OKB janë jashtë kësaj dhe është, a mund themi që është thjesht shmangje e burokracisë dhe minim i këtira ndi aktual. Dhe Amerika është jashtë kësaj. Deklarata jo sa smorit në BBC, se që të hetohet edhe nuanca se qysh e shijet kjo. Deklarata jo sa smorit, për mendimin kemë shqetsuse. Gonxhe, unë e shoh që shteti jonë është i bërë dy beteja. Më antarësu në BE edhe më antarësu në OKB. A mund të shohim BE-n pas kësaj marrëveshje? Jo, për tashti, u ardhë një bërd i cili priminon të dyjat. E tashti, ti si shteti vogël, i ki dy mundësi. Se që të bordi pa, që së në i shot dy mundësi, se edhe problemet së më pas hi, Gonxhe. Shëndru, unë e shot që ishë bërë në problemet më i madhe. Tash problemi që tu, na i kena dy sene që muna me që shë Kosovën. Kemi baraktit krym e di me njerë, shantajin që i bëri Francës. Po, me njerë me shkaj me 200% të shampanat dhe të verat. Tash, na i kena qëtu disa të mira. Me kanë të metë që mëse me pas politikina, e shrydzona që të farë kalauzi që është u bo, se unë edhe unë e menej se kjo nuk ka në farje gjatësie, edhe pse karta e shet që mundet të pas ma shumë, për në menej që ke ma shumë u kryu për me kamuflu në gaza që kanë me ba. Vete me që krejt bota është të nuk kena vetëm NATO e bërë. Ideja është që mas kësajna, që kjo du të me shku, i kena Indonezin, Pakistanin edhe 2-3 shtetet tjera, që në menej që na muna me shvizur shumë let me shku me lobunin i siguru njohjet. Pakistani është shumë rëndësi, Indonezia është shumë rëndësi. Pra, ky bërdi po që së mund të nasjel njohjet të reja dhe... Jo, nëse na dina me bot diplomaci, gjithmonë, shtaj edhe këta, se tu na gjithmonë i kena po situatat ndorë, për na s'kena ditë. Tash përsëri pam, nëse na dina me shfrytzu, edhe nuk e marrëm këto megalomane, ose nuk e marrëm këto për me përdorë Vjosa Osmani këto personalisht, po për me për shtetin, është shkojna i sigurora 2-3 njohje. Ato është Turqia, janë disa vende tjera, Izraeli, është mirë me shku mi shfrytzu që të raporte mi baja disa marrëveshje për blerje të armëve, mas i kena një buxhet, se dhe Turqia edhe Izraeli nifen për sistem të mirë të armatimit. Ama, mu që me votu, une tash rreziku është, mu që na me votu ligje, amandamente që kanë të bëjnë me gazën, që kanë të bëjnë me intervenimin atje, që to tash është problematika shumë e madhe. Qysh angazhohemi na atje? A kena me qu ushtarë të FSK-s? A kena me qu njerës, qysh ka pru unë miku këtu? Pra qysh kemi me pagu borgjën që nuk përna i marim 1 miliona, sa ishte 1 miliard? Jo, 1 miliard, që mësë mi dha 1 miliard. Dhe më në që to në shë, tash, na me kanë të meqëm që ta e zhvillojnë, a shkona shpejt, muna me siguru 2-3 njohje, nëse dina, edhe muna me siguru në marrëveshjet mirë me ble armë. Për ndryshe, Kosova do të me majtë të minimalisht profilin në këtë bardë, nëse nuk do më prish me Francën, Gjermanin, edhe vendet skandinave. A jemi dhe aqë mirë me këto vende? Tash, ajo është gjithmonë për mu debatu për ta. Në informacion shumë i rëndësishëm që qarkulloj këtë ditë, është që Sergej Lavrov deklaroj që u hap një kanal komunikimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çështjen e Ballkanit. Do të thonë, kanal komunikimi ka hap Rusia me Amerikën për çështjet e Ballkanit. Çka na gjen me nuk kuptu kjo? Kjo nuk ka ndodhur më herët, edhe kjo tregon që debati brenda ka me u bë mes Rusisë, Amerikës
tu e anashkalu Bashkimin Evropian, e kur e dim se kush është emisar Amerikan në Rusi, kjo mundet me qenë pak alarmante, tu e marë pak edhe Se t'ja e për një video që shfel ke kështëtari i Putinit me këta me Vitkov. Ideja është që Vitkov është që shë dhash dhe ma heret. Dhe më thonë është një person që nuk ka pas kur të bëj kur gjo me diplomacin, ka qenë ndërtus dhe shqitblerësi i pronave në Amerikë, edhe ju ka japë, dhe më thonë, kjo është detyra ati e parë në këtë fush, që është bukra alarmante, edhe qysh sjellja ati e cila ka qenë kundrejt Ukrainës, ka qenë bukur problematike. Edhe për këta, unë menoj që kjo ka me qenë problemi jonë kryesor, edhe arritja jonë kryesor ka me qenë nëse mrrijim me bo ato që fatkeqësisht po e bën Shqipnia në këtë rast. Me i ofru Trumpit edhe administratës e tij çka ata për një me kërkojnë. Çka ata për një me kërkojnë Hotele. është hotele edhe prona. Jep ja grandëm. Bash. I natëshëm, në qëtë farë hapsire politike, është da shështë me funksionu paka shumë, pse ka qërkullu si ide. Gonxha është na po flasim për Kosovën si model suksesi për gazën. Është çka nëse flasim se Kosova, edhe pse uftu si shtet atë, mos harrojmë se na kena hala statusin e pas zgjidhur. Se na kena një Serbi që që do të lidhni marrëveshje me ta. Çka nëse modeli i gazës na përkthehet neve? Tash rreziku se na që po folim nëse e shëvjon sa model për neve dhe jo më model për gazën? Tash rreziku se me Trumpit ko nuk e din, por nëse një vjos Osmanit e menon që tash ti kemi dhënë lecture, kemi dhënë dije vendeve tjera, po ti po harron që ti je presidenti në shtetit që nuk është edhe bashkë shtet, se s'u njoft hala mirë. Çka nëse që kjo përkthehet modeli i gazës për neve? Për veriun e Kosovës. I bjen, çka nëse na kthehet neve Grenelli ose propozimi le të fokusohemi në ekonomi dhe jo në sovranitet e shtet. Tash është rreziku që neve me na përsërit 2020 apo jo me Grenellin, i cili ka bëti sa lëvizje politike, po e ki dy persona që e kanë nalë luftën në Gaza e që përshkojnë në Ukrainë, është Vitkov edhe Kushner. Unë besoj që me ta nuk ka raport Grenellian. Nuk vjen Jared Kushner me folë në kërkan këto. Jo. A përkëtën aja qënë dikën, një arkitekt vjen. Nuk da qënë mani njëri që mirë në geopolitik. Pra, ma shumë jenë fokusum të këshillimet ekonomike së sa të qartësimet apo nuk i interesant menjanimet ti mund është me mbet edhe rasti Azerbajxhanit me Armenin që ka pos, nëse është qaq problematik, ato halosh ka vazhdojnë situata. Nuk u mbyll kur gjatë. Ta është qëton une apo përdoremi në atë që po e shojmë, duke u bazuar çdo herë në këtë hulumtim. Po. Më ku me marrë, më përdorën për ditës. Po, dhe për ta vëta. Unë përmenoj që kjo, si me Grenlandën, si me Gazën, si me Honduras, që e kanë marrë një pjesë këta tek miliarderët dhe e kanë bërë një Freedom State për quajnë. Është një farë ideje amerikane, për quaj amerikane, për kjo është kryesisht e administratës edhe njerëzë për rreth Trumpit, me i kriju disa utopi ku ata për një me mujnë me i zhvillu ato shtetet si shtetet të tyre personale. Mund jemi edhe ne shtetit tyre personale dhe të na zhvillojnë edhe neve masë. Pe kemi vështirë më zhvilluaj. Nuk e dija na kishë kanë venu. Nuk e dija na kishë kanë venu. Po pikrisht, fuqja jo në këtë bordin e paqes se o marë si një reklamim shumë i madh dhe kemi përdor shumë pozitivisht, edhe si arritje personale presidentes, por njëkohësisht edhe e shtetit Kosovës. Pra, çfarë do t'jap Kosova në këmbim? A jemi të rrezikuar të ndodhë kjo që sa po e përmende? Sepse 1 miliard nuk i dham, por çka do të japim? Janë edhe 3 vjetë në pyetje. Edhe nëse na vjen radha me u vendos fokusit e na. Jo, na 1 miliard nuk i kemi me jap. Po i kemi domesht mirë në atë bordin e paqes, që janë
Shqipnia edhe Turqia, dhe unë besoj që edhe ajo ka qenë një për arsyeve pse na jemi të ftumë. Bilion e kam informacione që na kena bo kërkes me bo pjesë prej presidentës së Kosovës. Ka qenë kërkes e jona me bo pjesë. Por shkak se normalisht... Masi ka doli Rama, sa? Po, sepse mos harrojmë Rama ka marrë gjatë vikendit e ka publiku, ndërka që presidentja nëse nuk gabon ka qenë e hën ose e martë, nuk e di. Qëre, ideja që Rama e mbështet bukur shumë Osmanin, edhe shumë shpesh jep kredite në takimet e ti, Rama nuk jep kredite kërkuj nëse veç nuk e ki pu thonazën. Kjo është, dhe më thonë, dihet bëtërisht. Po, në këtë rast në mendoj që... A ka luftën me kryeministrin? Normal. Lufta është me kryeministrin kurti. Nuk është që e donë shumë vjosin, sa mëne që e përdorë vjosin për me sulmu. Po besoj që edhe këto vjosa e ka përdor për problemet e saj që i ka tashmo mrena, për shkak se kanë kalu sa përbohën prej zgjedhjeve, edhe na nuk e dim nëse vjosa ka me qenë për me përsëri në pozicionin që është, përse se nuk ka marrë asë një garanci që ka me qenë aty ku është, pëse bukur shumë i ka ndimu në zgjedhjet e fundit kurtit. Pra se unë e komendin të kërkesa që mund t'ja këtë bërë presidentja ose ndërmjetësuesi Rama. Këtu dalin në dy çështjen e pa. Një, që Shqipëria ka një ndikim shumë të madh pra në Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjithashtu dhe kërkesa që është bërë nga Kosova pas ka një ndikim të madh, por nuk e kanë pas në fokus çështjen e Kosovës për të marrë si model për ta zgjidhur një çështje tjetër në Gaza. Po, shumë interesant se Vjosa Osmani ka thënë që i kanë zënë befasi letra ftesa, edhe kam vërtetë shumë reaguar me 24 orë dhe ka qenë një betejë diplomatike tek ajo me çish me shkuë. Nëse ata i ka kërkuar çish ka mu befasu. Po si të që tjetë këto prap janë informacione që janë të konfirmuara dhe të dokumentuara, thjesht janë informacione që tash i morë... Qarkullojnë gjithësëse. Edhe në qështë dhe janë, jo Shqipëria që ka në i fuqi të madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po është ideja që Shqipëria ka arrit me kuptu se qysh duhet me funksionu me presidentin Trump. Ajo nuk ndryshon shumë se qysh funksionojmë na këtu brenda fatkeqësisht. Kështu që nuk e di edhe pse këta tonë nuk po marrin që se iniciativë, por shkak se besoj që di, nuk e kam për herë të parë. Po qysh përshihet, kjo jam kurioztare me ditë qysh përshihet në Washington, nga Pentagoni, nga Departamenti i Shtetit, Kongresi. Mendoj që shkoj probleme më e madh, se për njësi lëvizje jashtëzakonisht të madhe nuk është marrë as pëlqimi prej Pentagonit jo se jo, po as për Senatit e as për Kongresit Amerikan. Kjo të regon që edhe njëherë e përforcon atë idenë që kjo është diçka afat shkurte, edhe për pos vendeve për ndihmoret edhe vetë Amerikën nuk e ki të kyqën plotësisht në këtë ide. Edhe diçka që mundet me ndryshu mrena vitit, mas zgjedhjeve të midterm election, do me thonë zgjedhjeve të mes mandatit, atëherë të lenë me kuptu që ky bërd është diçka që mundet me u te i kalu nëse besojë në rrim në heshtje edhe nuk bohemi pjesë e proceseve që është ceki vullneti, cilat mund me qenë bukur problematike për neve në të ardhën. A mund të themi vullnet, e beson që është vend jonë në këtë ullëse, vendi Kosovës në këtë ullëse është nder historik, apo një problem apo problem i gjatë politik? Nder historik nuk besoj, nëse e shikoni disa iniciativat të Trumpit. Trumpi nifet për iniciativa shumë të mëdhaja bombastike që mas një muj harrohen komplet. Beson që dhe kjo bërë do të harrohet pas një muje? Tash, mënyra... Nga gjithë kjo investim dhe nga gjithë kjo dëshire madhe për të, si që po thani, për të reguluar ekonominë e një vendi si Gaza që ka në planet e ti? Po, por mos harrojmë se këto dy sene janë komplet të ndryshme. Ata master plani për Gazën është u ndërtu prej arkitektëve, prej njerëzve që e kanë qëllim me marru hotele. Kjo bordi paqës është këtë interesant. Se gjarët Kushneri ka prezentu master planin për Gazën në bordin e paqës, këtu dy procese janë komplet të ndame. Për shta është rreziku që kjo bordi paqës me metë kur gjëhet sen. Po problemi është e shtetet e vogla sikur të na. Çka nëse që kjo bërdi paqës vendoset për Trumpit më ullon në harres për shkak që s'don probleme me bëjen ma. Edhe Trumpi një tash problemi është na. ne për balë bëjës. Ideja është të
fondet, gjithë shka që ti ki me BE-n, i ki të kushtëzume në harmonizim të politikave me BE-n. Pra, rrezikojmë, largohemi nga plani për fondet, shëritjen e fondeve dhe sepse aty në shtet që pak, në shtet që pak nuk të ka qef, që po di Spanja si dikush, se qëto Spanja është rreziku kryesor. Mos harëm, Spanja ka njoftë shtetin palestinez. Por di pa që sot nuk ka shtet palestinez. Tash në të luftu për njohjen e Spanjës, që ty nuk njësë është shumë problematike në behime. Neve me bëmë në njoftë Spanja, nuk vëse që kena nej problema tutje në behime. Tash të faktikisht je bë me Amerikën, kondër Spanjës e kondër BE-s, e cila është të shku dhe i rrugës me njoftë dy shtetësinë ose se paku në shtetë që i reprezentan palestinez. Tash të përmen një drejtemi cili ke hedhë poshtë këtë që ta. Qka nëse ndodhë që BE-ja për me do më ndodhë për nga aspekti i politikës e jashme me Amerikën. Ku mbesim në këtë mes? Tash nuk e di, bardhe besoj që është pak ma njësë ma i mirë, nuk e di qysh. Më në seriozisht e kam pikpyetje shumë madhe. Ku mbet Kosova nëse ky bardh pra nuk e merr vëmendjen dhe nuk e lunë rolin? Edhe opsioni tjetër çka nëse bëhet shumë i rëndësishëm, ky bëhet që është edhe ma katastrofë për neve. Hypse drava i bjen për momentin. Ashtë ka që rrezikshëm? Gjithsesi, jo, nëse shëndrohet në diçka qaq të madhe ky bardh, atëherë duhet mja heq kapelen se nësë Osmani në këtë rast. Për shkak se rendi global ndryshoi. Nësë Osmani për ftesën që është bërë? Po, ndoshta edhe shtetit Kosovës që është një model për gazën, sepse nuk e kemi të qartë arsye pse jemi pjesë e këtij bordi. Gjithsesi, unë po mendoj që nëse për një me ka me qenë diçka që ka me pas impakt global ky bardh, atëherë për një me është diçka e mirë që ka me ndodhë. Po unë apet pëseki këta, brenda Amerikës ka probleme shumë të mëdha ky bardh. Do të thonë na e pam në Davos. Ekonomia më e madhe amerikane brenda Amerikës, që është Kalifornia, ishte pjesë e Davosit. Edhe Gavin Newsom, guvernatori i Kalifornisë, ishte jo kritik ndaj Trumpit, po ishte kritik ndaj BE-s që po sillen kaq but me Trumpin. Domethënë, vetëm brenda Amerikës, ju tha Servila, domethënë vetëm brenda Amerikës ka probleme shumë të mëdha, edhe nuk dihet se qysh ka me vazhdu mas epokës së Trumpit, qysh kanë me vazhdu me usill vetë Amerika me ata cilët e kanë bend dhëni që tha Newsom kundrejt Trumpit. Kështu që edhe këtë duhet me mendu, po. Para Trumpit. I bie që një demokrat në ardhje që mund të zëvendësu Trumpin, nuk është një demokrat i zakonshëm, i mahershëm. Edhe demokrati i arshëm që kanë zëvendësu Trumpin është një farë republikani ose një farë populisti. Sepse u kuptu që ke mënyra është më arë, që i bie që një ardhje e re e demokratëve nuk në kuptojnë rikëthim në Amerikën e mahershme, ku gjithë shka bazohet. Ka me qenë edhe një ndryshimi politikës në raport me këta që i kanë najt ose e kanë puth kam të Trumpit. Dhe unë që shpeshohë, me deklaratat e Newsom që i kumë të Davosi, është që edhe rikëthimi tina në shpinë e bardhës, se nuk ka qenë po me i demokratëve, nuk ka me qenë ma i njejtë. Që i bje që na nëse ti shkon shumë mirë me Trumpin që tash, edhe i rrinë gati gjithë shka që thotë Trumpin, kur të vinë demokrat, nuk kanë me ta bo që ta ka bo Bideni, ose të kërëtit që okej se ti ishte ti vogël. Ka me qenë nëryshe raportin. Sepse Trumpin që ka po bënë me shtetet e tjera në jashtë Amerikës, po ka ndikim direkt në Amerikë. Edhe Trumpin në Amerikë është u shëndru në personazhin që është gati të u rry për shkak të veprimeve me ajse politikave të ndryshme që i ka mrena. Tash na që du të me qenë në vi të hollë që përdojna me banë. Unë e thjesht kam pikpyetje të mëdhaja të e ditë nivelin e diplomatik shtetit tamë. Edhe nivelin diplomatik, por dhe problemet që më sa duket aktualisht ka presidenca me qeverinë. Qyshte e hinë një bërë të paqës, që në qeveri, që nuk i qeveri. Qeveri në detyrë, për që më themi. Që kjo është problema. Po, edhe më habishme është që na jemi në një situatë të tillë globale, edhe Kosova po merret në ndekush po bëhet. Po, unë po them na shtana del mirë. Na shtana del mirë. Po bëhet deputet, sa vota me vjedhon, sa ajm. Unë kështu komunist më bëu, unë kështu pak cinik, po them na shta brenda del mirë. Na shta se, domethënë, për që nuk pëdim me umor me këto qështje, nuk pëdim. Në ashta që kjo kaosi jonë, në ashta edhe
këtë fazë kalimtare na lënë të qetë dhe nuk mirët kërkush me neve. Gjatë këtij vitit kalum ne kemi pasur që janë më të etun që për pushtet, për pozita, sa për të kaluar probleme. Këto na kanë dëshmuar të gjithë në mënyrë të barabartë, sepse këtu janë zgjedhur edhe opozitorët. Na kanë dëshmuar çdo 48 orë, në fakt. Çdo 48 orë na kanë lodhur, kështu që shpresojmë që kemi dalë sa më parë edhe nga kjo situatë. Vetëm një diçka më sqaru, Kosova në bordën e paqes është vetëm përmes presidencës, nuk është Kosova, zyrtarisht hala. Me ratifiku marrëveshjen ndërkombëtare. Vjosa u hyn në bordë paqes. Presidenca, jo Kosova. Çka i bën kjo? Kjo i bën që na pa votat e vetëvendosjes, pa ja miratu Albin Kurti, këtë pranim, këtë marrëveshje na nuk kena hyn në bordë paqes. Për shtatë edhe heshtja e Kurtit përshën qëtë aspekt. Është shumë problem. Duhet shumica për më kalu. Disa deputet vetëvendosjes përshën me Fajit Bajqinovës e kështë deklarat, një deputet tjetër, nuk jeti në halat që këna me votu që shka mu banë situata. Në vetëvendosje, onë që shrenja nuk ka kësi farë dilema, kur bët. Dilemat janë vetëm kur dhe është kundër të shku situata, po halo nuk u zgjedhe narrativa me cilën ka me u kundërshtu. Halo si në taku, thanë. Në takim vendosit narrativa. Unë nuk përshë se zëtarisht Vjosa Osmani ka shku atje, po Kosovën nuk e ka bo pjesë, sepse Edi Rama e ka që në kuvend, e ka miratu, e ka ratifiku, e tani u bo pjesë. Po, a na vëndëm nëse ne nuk e pranojmë, nëse nuk e kalojmë në kuvend? Na vëndëm, se kështë bërë? Na u këthejt Trumpi, që shtinajmi u këthejt me Trumpi është hakmarës, dhe më thonë nëse në diçka është konsistent është hakmarë ati, dhe më thonë është jashtëzakonisht hakmarës. Pra pra do është ja bo ftesën kryeministrit? Normalisht me kryeministrin Kurti nuk kanë marrëdhënie diplomatike Amerika dhe këto e pomë edhe në Davos. Tash një pozit kur Amerika po vendos brenda një shteti se me kënd me pas marrëdhënie, me kënd jo. Presidentën pedojmë, kryeministrin s'pedojmë. Pra nuk po i pranojmë politikat e një vendi, sepse edhe ne politikat tona ndoshta nuk janë të qarta dhe nuk po përputhejmë e çeshmja e J.D. Vance, kur pytet që Merz si Gjermanisë ka thonë që se lejon kushtetuta jonë hyrjen në bordin e paqes, kallëzon shumë për politikën. Ai kesh me kushtetutën e Gjermanisë, në kryetari amerikan. Do të thonë, qatë shka respekt ai për institucionet kjo administrat. I bie që në një situatë ashme, në një konflikt ose një nati me Kosovën që nuk e pranon këtu, Trumpi nuk ka nevoj me vetë senatin e kongresin për me marrë vendime që i takojnë Amerikës këtu. Trumpi vishqohet me ngjes në Truth Social talen Kosovën. Jo pa që shtu për banaj. As bëjës. Që kërkojnë nuk i levë lugarivi që merë vendim, të rejshën bënsidin, të rejshën Amerikanë, në ju s'për në dojnë se një partner për mu, ditën e mirë. Fiks. Si do mos Kosovë, që nuk jena asë një farë matematike, asë geografike, asë kur gjëhet sen. Gjësëse. Çfarë do t'i ndodhë në rrasë të tillë vendit tonë, që shpresojmë që mos t'i ndodhë? Shpresojmë që mos t'i ndodhë, edhe shpresojmë që në këtë periudhë përpasme, tash veç kemi hyrë në bordin e paqes, në këtë periudhë qeveria me u këndel, me ndru ministrin e punëve të jashtme gjithsesi, edhe me vendos dikon Ministre të drejtësisë? Me vendos dikon që është për në me kompetent, që duhet me u marrë jashtëzakonisht shumë me çështjen e afrimit me shtetet e Evropës. Domethënë këto e kemi tashmë këto e kemi prioritet kryesor besoj ne. Për shkak se kanali komunikimit i vetëm ndërkombëtar në Kosovë ka mbetë presidenca. Nëse tash edhe me presidentën kena me pas këtë qamin edhe nuk ka me qenë Vjosa Osmani presidente, kushdo që ka me qenë president i ardhshëm nuk ka me qenë as afër me Albin Kurtin saj përket asaj se ku qëndron forca e tij kundrejt Albin Kurtit, se ai normalisht problemin vetëm me Vjosa Osmanin e ka që nuk po mundet me e kontrollu qysh ai don me e kontrollu. Pra s'po mundet, sepse shpesh flitet Jo, nuk po mundet. E pam Davosin. Më thonë, ai ka në një takim me as nuk e di me kërë me u tregu. Edhe Vjosa Osmani ke prapa Trumpit, kështu që aty u pa që... Edhe më zarojnë që tash ti Vjosa Osmani politikisht këtu e ka kartën më të madhe politike që ka pas në herë në kush në politikan. Është vetëm adresë hapun në shtëpinë e bardhë.
Dhe Kurti i cili ka... Atë dikur edhe dikush nga opozita që u diskutu këtu në studio. Po, ta është të qërë problem, po, edhe mu më vështirë pjesë e vjosa asmon e shkallun edhe një lojtë të mirë me opozitën. Për shfridzon që ta, se opozita e ka përkëra në Davos. Ta është kena situatën, LDK-ja, PDK-ja, ka thonë, po, bravo që kejnë Davos, që kejnë bërë të paches. Kurtin e kitë e të heshtën. Një mendja jeme, të i njofta të dëtë, thotë, qka nëse kjo këtë është lojë politike e Kurtit dhe Osmanit, lojën të merën bështetën e opozitës, siguroja 20 veta në salë, zgjedhë është ti presidente, se këta menojnë që ti, unë e me ty jam kondër, zgjedhë është ti presidente, unë e me ty vazhdojnë apet njajt, edhe 5 vjetë. Menja jo, dhe gjithë shka kalkulë. Pa i valoj, nuk është dhe qatë shumë me këtë opozitë që të vinë shumë në e përmendja. A ka dyshime? Qështë të pak një fore një javë edhe. A ka dyshime, a ka me najtë opozita në sala? Pa i dhejt i vinë. Nuk i vinë këtë opozita, vetë veta i vinë me në Nuk salë. besoj që kanë stamin me shku dhe me një parë zgjedhje opozita jonë. Po dhe për ata po thonë. Ata kanë me najtë në salë. Unë e pola, unë i thonë, unë e jopi kuraja me shku dhe në zgjedhja opozitës. Pse qka kishë ndodhë me Jo, opozitës? vetë po du me testu se thonë... Apo do me testu? Po du me testu Po ata e testu vetëm disa herë. Ja, po 28 po thotë që ka qenë nuk është reali 28 dhjetore. Unë e mene që duhet zgjedhje me 28 prill dhe nëse 28 maj. Ta vendosim edhe një herë. Sa do del reali edhe ma keq për opozitën? Ma keq për demokracinë në tutna. Për demokracinë, po, sepse nëse del keq për... Për partitë se nuk është e rëndësishme për që ndodhë partive, po që ndodhë sistemi tonë. Qartë, shumë e kom qartë. Mirë, faleminderit shumë, vullnet që e solem këtë temë. Po, besoj që ka me qenë teme arshme, sepse unë besoj që ka me qenë tema si të formuat kuvendi, marrëveshja e parë ndërkombëtare du me qenë që kjo. A ka me vëtu vetë vendosja këta? Besim të shijet, a? Ta shohim. Bardh, faleminderit shumë që ishe së bashku me ne në këtë pjesë. Faleminderit, Gonçalo. Dashur shikues, tani është koha për parashikimin e motit, presim Lorenën në studio.